Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është perandoresha, apo në këtë grup letrash quhet fertiliteti, që uroj për gjithë ata që duan. Kudo ku ti vendos dashurinë tënde të dashur peshqit të vërtetë, ajo lulëzon, ti je toka dhe fara, shiu dhe lulja njëkohësisht. Perandoresha është energjia e nënës së madhe, e krijimit të dashurisë që rrjedh pa kushte. Ajo është gjithçka që rritet, që ushqehet, që shndrohet në jetë. Në këtë përfaqësim, ecëm përmes shkretërisë që pululzon, sepse dhe toka më e thatë gjelbrohet kur në të prek një energji si kjo që ushqen nga brenda, të dashur peshqi. Kjo letër flet për krijimin në të gjitha format e saj. Fëmijë, ide, projekte, dashuri, të gjitha. Ajo është për të gjitha gratë që ndihen të thirrura të lindin diçka të re, jo vetëm fizikisht, por dhe shpirtërisht, të dashur peshqi. Dhe për burrat është lidhja me anën e tyre të butë, të krijimtarisë dhe të kujdesit. Mesazhi juaj është këtu: çfarë je thirrur të krijosh tani? A je duke ushqyer veten me dashuri apo po jep nga një kup bosh, të dashur peshqi? Perandoresha të kujton se për të sjellë jetë duhet të ndihesh gjallë. Kjo është një kohë pjellore, jo vetëm trupore, por emocionale dhe shpirtërore. Nëse je në një periudhë ku po kërkon drejtim, kjo letër të thotë: fillo aty ku ndihesh e dashur dhe ku ke ç'të japësh pa u lodhur. Prej aty gjithçka do të rritet vetë, të dashur peshqi.